Shi çfarë pamje spektakolare, është një faqe e malit Deas që bie thik, duhet jetë ndoshta 300-400 metra lartësi, këtu ku jam unë eksakt është 960 metra lartësi mbi nivelin e detit, ajo duhet jetë 1300, 1400 ndoshta, maja e Deas sipër se vjen e butë është 2250 në zonën e matit, këtu është shati Lam i Madh, poshtë janë 2-3 kulla, nuk e di që duhet jenë, dhe në anën tjetër është fshati Melt. Problemi është që kjo zonë nuk ka pasur rrugë automobilistike deri para 4 vjetësh, kur u soll nga ndërtuesit dhe një heci që u bë këtu, deri atëherë njerëzit ecnin 3-4 orë në këmbë nga çdo shtëpi që shihni, shtëpitë janë shumë larg njëra tjetrës, për të arritur një rrugë të ngjashme me këtë, pra rrugë makine të pashtruar, për të shkuar pas në rrugën e shtruar dhe për të shkuar në qytet. Imagjino, asnjë gjë që lidhej me shëndetësinë nuk mbrinte asgjë, as valët e celularit në një pjesë nuk funksionojnë, ama po ta shohësh është një zonë spektakolare nga ana e bukurisë. Në rrëz të malit Deas, në Lamin e Madh dhe Melt,